Komesar, që shpeshe këtë kështë zhvillim, ndonë se në fakt ka pas shumë dinamika, por në anën tjetër po diskutuat edhe një ribashkim i mundshëm, po e kërkojnë me një farforme me zonjën Osmani brenda LDK-s. A ka vend sipas teje zonja Osmani brenda LDK-s? Po, në situatën të cilat gjendet LDK-ja, sidomos në këto zhvillimet e fundit dhe nga rezultati që ka pas në zhvillimet e fundit, të LDK-ja normal që është domosdoshme dhe shumë e nevojshme rikthimi i zonjës Vjosa Osmani presidentes tash në detyrë. Unë besoj fuqishëm që LDK-ja do të lëbëj maksimalisht që ta ketë në pjesë në strukturat e saj, për arsye se ka një mbështetje në popull Vjosa nga puna që ka pas si presidente, a do t'jetë pjesë e listës LDK-s, apo do t'jetë me një listë pequj plus listë 3, për arsye se ajo ka humbë partinë e vetë listën Guxo, ku shihet që nuk ka një koordinim apo ka një largim të antarësisë apo distancim prej saj. Atëherë kjo mbetet më po patjetër që Vjosa Osmani mund të pas një rezultat vetëm përmes lidhjes demokratike të Kosovës, por ndryshe nuk e besoj që ka pas guximin me dalë si e vetme, ndonë nëse mundet me kalu pragun, por këto janë vetëm paragjykimet tona cilat mund t'i kemi, për arsye se ajo po shihet në këtë fazë që ka një fuqi ka gjatë madhe elektorale, por është në anën tjetër që një pjesë bukure komenteve edhe të opinionit publik, mundet me qenë edhe ana tjetër që mundet mos të pas një pjesë shumë të madhe nëse del zgjedhje, veçanërisht nëse kemi ndjek në intervistën e saj të fundit, ku ka filluar me hedh akuza më një herë, do nëse edhe zotëri Kurti është në detyrë, edhe ajo është në detyrë, ku këta ishin partner shumë të mirë, dhe tash për një moment presidentja, vetëm pse nuk arriti të zgjedhet dhe kandidohet nga lëvizja vetëvendosje, ka filluar të lëshon akuza cilat normal shërbejnë si bazë për hyrje në zgjedhje dhe për me marrë primatin, që mu ka dok e parsyshme për faktin se kanë bashkëpunktu dhe Vjosa Osmani atë pozitë ka veçanërisht me ndihmën e lëvizjes vetëvendosje, po ashtu edhe vetëvendosja ka përfituar prej saj, për arsye se ajo ka ngrënë një pjesë madhe të elektoratit, siç kemi përmend, të LDK-s që ka dërguar në vetëvendosje. Pajtona me parafolsin që shumë keq që në Kosovë gjykata kushtetuese ka marrë rolin kryesor. Për çdo ngërç dhe për çdo situatë, deputetët kanë mësuar vendin veç për shkojnë beshojnë një letër në gjykatë kushtetuese dhe vendi po hyn në pozicion shumë vështirë ose po jemi në pozicion vakum ose pat. Tash sidomos me vendosjen e masës nga gjykata kushtetuese, kemi një ngrimje të procesit, pra nuk mundem me pas asnjë veprim, veçanërisht zotëri Kurti që ka thirrë këtë ftesën për takim me partitë opozitare, më ne që vetëm ka bo shkelje të vendimit për mas, për faktin se gjykata kushtetuese, se gjykata e instancës më të lartë, e cila është përgjegjëse për interpretimin e kushtetutës, e ka caktuar masën dhe gjatë kësaj periudhe ligjërisht nuk mundet me pas lëvizje politike ose lëvizje ligjore derisa të japin njerëz profesionistë që në gjykatë në lidhje me dekretin e zonjës Vjosa Osmani, që sigurisht ndërkohë do ta diskutojmë që për mua në shokim pas jurist dhe i këtij profesioni, zonja Vjosa Osmani me rastin e dekretit për shpërndarje të kuvendit ka bërë shkelje të nenit 82 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Unë në optikën tem ligjore ka bërë shkelje të pastërt. Që i bjen automatikisht pak a shumë në aspektin e profesionit që ju e keni, në fakt i bjen që gjykata kushtetuese nuk do ta shpërbej kuvendin. Gjykata kushtetuese, nëse po menej minimum unë besoj në gjyqtarët të asaj gjykate, nëse kanë me majtë atë farë integritetin profesional, që nuk e dyshoj dhe nuk du me dyshu realisht, unë pa dyshim mendoj që ai dekret ka shkelje të rënd të nenit 82 për arsye se nenit 82. Çka do duhet të bënte zonja Osmani nëse veç konfirmohet që ajo çfarë ka thënë është shkelje, çfarë ka bërë në fakt? Por këtë rast zonja Vjosa Osmani bën shkelje të kushtetutës, po pasojat e saj mund të jenë vetëm politike dhe pastaj në zgjedhje, po jo që mund të pas një reperkusion tjetër, po në konsideroj që po në të gjë shumë opinionet cilë për interpretojnë nenin 82 dhe 86, për faktin se kemi vetëm 2 nene që para shumë këtë situatë, po në sytë e mi dhe leximin që kom bo, unë mënej që ka shkelje për arsye se ka fillu procedura në kuvend dhe duhet pritet 60 ditë. Dhe pikërisht nenin 82 e rregullon këta, këtë çështje, po mbetet më pa. Me kalu sa nenin 86. Nenin 86 nuk fol për shpërndarjen e kuvendit. Nenin 86 fol për zgjedhjen e presidentit. Lutna, nenin 82 specifikon qartë, nëse brenda 60 ditë afatin kohë, ligjëdhënësit e kanë saktuar shumë mirë, nuk zgjedhet atër vend i shkon zgjedhje. Po jo mi parapri afatit 30 ditë para nenit 82, i cili është specifik. Na e thojmë që është specifik, pra në bizetra nenin 86. Shumë i thjeshtë, shumë i qartë dispozita ligjore.
Jo, sa Osmani u pa në pamje, po më në pamjen e saj politike, që vendimin e ka marrë vetëm për arsye të inatës që nuk ka arrit mos zgjedh presidente. Por mua një pyetje logjike, pse s'do të lumiri me Bedri Hamza, masi këta kanë shumë për LDK-ja, PDK-ja. Zgjedhja saj pse morëm ja siguru në shkrimet edhe me dalë më matë në parlament. Po, zonja Osmani, Si president, zonja Osmani, ke bindon që do t'i ketë... Analiza, unë e bëj që shë kuptoj. Ka po për inatit Kurtit, e ka po për inatit opozitës. Kurti tha i kam 46 vota. Zonja Osmani. Edhe zonja Osmani tha, unë kam qenë bindur që do t'i Osmani, siguroj. tha e ka po për inatit, që nuk i ka numrat prej lëvizjes vetë vendose, atëherë unë gut për mendimin tem, për me shu landën në gjykatë kushtetuese dhe në sytë e mi në analizën tem, të është shumë kolega çfarë analize paska, e ka bo shkelën kushtetuese, është menimi jam, ata vendosin gjyqtarë, a ka qenë presidentja, a ka qenë zonja Vjosa person në sytë e mi, më e përgatitun për pozitën e presidentës është po. Ta them që është po. Kjo është tjetër çështje. Kjo është tjetër çështje. Personale, po ti the që zonja Osmani e ka bo për inati. Tash e ka bo për inati. E ka bo në aspektin politik edhe të ngutisë. Të pozitës. E ka bo për interesat veta, për me shuve në zgjede, për një farlej hakmarje politike, që nuk e ka kandidu, e ka ignoru, edhe ka shu dekrete me njerë, që për sytë e mi është veprimin kutshëm. Edhe ligjor, edhe politik. Politik metet më pa ma vonë. Në fakt për në interesën në aspektin ligjor që jetu është... Unë e menaj ashtu të shka shkelet në 82 e thëmë kështu të haptas. Në aspektin ligjor, jo me ndoni që ka shkelje dhe... Me të gjukata me e vërtetu.